Çfarë të entuziazmon më shumë në këtë fazë ku jemi të avancimit të inteligjencës artificiale dhe çfarë të lë pa gjumë natën? Kemi mundësinë për ta kaluar njerëzimin në një nivel krejt më të lartë. Inteligjenca artificiale ndon se e emëruar kështu nuk është në fakt inteligjente, për shembull nuk ka ende aftësinë për të arsyetuar. Kompanitë e inteligjencës artificiale po kërkojnë gjithnjë më shumë ekspert nga shkencat humane. Kërkojnë njerëz që dinë të kenë një përpamje të plotë, dinë të mendojnë jashtë përkufizimeve artificiale që ekzistojnë. Kur marr njerëz në punë, preferoj shumë dikë që për shembull nuk e studiuar fizik dhe ka bërë një master në filozofi ose diçka tjetër. Cilët janë profesionet ku duhet të orientojmë fëmijët tanë, më sa fuqi do të kemi të orientojmë, se besoj se ato do të bëjnë zgjedhjet e tyre. Çfarëdo qofshin ato do të jenë shumë më shumë të ndryshme se sa çfarë i shohim sot. Ti kërkon tek sipërmarrësit një shkëlqim në ekzekutim. Si e dallon ti një themelues, një sipërmarrës që ka vërtet brumin për të bërë lider? Ne të gjithë kemi 10 ide në ditë. Diferenca nuk është kush pati idenë, diferenca është kush që në gjendje ta marrë atë ide dhe ta transformojë në ekzekutim. Çfarë i bën sytë e tu të shkëlqejnë gjatë një prezantimi? Edhe surprizohesh ende apo vështirë të surprizohesh ty me idera? Mund të jetë e njëjta ide, sapo prezantuar nga dikush tjetër, po personi që vjen ka diçka, ka një brum tjetër, siç themi ne në Shqip. Ti ke kontribuar një herë, u ktheve një herë në Shqipëri. Mendon që është koha të ndihmosh prapë tani në kohën kur kemi në një revolucion teknologjik? Nëse flitet për të kthyer në Shqipëri, përgjigjja është jo. Nëse do të ekziston mundësi për të ndihmuar, sigurisht. Ka pas një moment që ke thënë ndoshta nuk do e dal? Mirë se erdhët në Ylvatare Talks, në një kohë kur inteligjenca artificiale dhe aplikacionet që tashmë përgatisin prezantime apo kërkime dhe shkruajnë analiza të thella brenda pak sekondash po shtohen çdo ditë dhe po i bëjnë konkurrencë madje njëri tjetrit në cilësi, ekonomia globale po ndryshon gjithashtu me shpejtësi marramendse. Disa nga vendimet më të rëndësishme për të ardhmen e teknologjisë merren pikërisht aty ku takohet inovacioni dhe kapitali. Bëhet fjalë për parat që injektohen për të çuar përpara risit teknologjike. E ftuara ime e sotme është një nga pionierët e këtyre investimeve dhe gjendet në zemër të industrisë që është sa agresive aq edhe transformuese. Si themeluese dhe drejtuese e Glasswing Ventures në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo ka mbi 2 dekada që investon në kompani të inteligjencës artificiale, të sigurisë kibernetike dhe teknologjive që realisht po na orientojnë të ardhmen drejt një destinacioni që për cilin do të diskutojmë sot. Por ajo kthye në Shqipëri në vitin 2009 për të kontribuar për disa vite në vendin e lindjes. Unë nuk ndodhesha atje, isha në Londër për studimet master dhe nuk kam patur ta mundësi të takoj, por e kam admiruar për së largu rrugtimin e saj mbreslënës drejt majave të investimeve në teknologji dhe në inteligjencë artificiale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe sot jam vërtet me fat që ajo gjeti kohë të flas për Ylvatare Talks. Rudina Seseri, mirë se erdhe. Mirë se të gjitha, faleminderit për ftesën, Ilva. Rudina, unë të rigjeta në LinkedIn duke ndjekur analizat e tua në panelet të rëndësishme ndërkombëtare dhe në disa nga podcastet më të ndjekura në Amerikë. Sot je padyshim një nga emrat më të rëndësishëm të kapitalit sipërmarrës në inteligjencën artificiale, siç thash, dhe të sigurisë kibernetike këtu në Amerikë. Por rrugtimi yt nisi në Shqipëri në ato vitet e tranzicionit. Kur e kthen kokën pas, cili është ai element që vërtet të formsoi ty të bëhesh një lidere në sektorin e investimeve? Faleminderit, Ilba. Mendoj që ai moment ka qenë diçka që në fakt ka filluar shumë më herët me ardhjen time në Amerikë si adoleshente. Ai nocioni i qëndrueshmërisë, i rezistencës për të mos pasur asnjë humbje për të pasur sukses gjithkohës, për të mos i lënë as gjëje borxh në përpjekje, në zgjuarsi, në depikim, në çfarë lloj hapësire që ke, kështu që shanset për të falimentuar janë zero. Dhe ajo i aplikoj si qasjen që kisha me anën akademike, qasjen që kisha me ndërtimin e jetës, qasjen që kam sot me investimet që bëj, sepse janë investime jo thjesht
më në atë majën presë të inovacionit, po jam me rrezikun më të lartë që ekziston. Po të shohësh asetet e ndryshme të investimeve, kjo është më e rrezikshme. Që për dikë që në një farë mënyrë i lë vetes zero hapësirë për të dështuar, unë investoj në diçka shumë të rrezikshme, është një nocion interesant. Po mendoj që rrugtimi dhe ai mendësia e emigrantit që jam këtu për të pasur sukses dhe brenda hapësirës ligjore do bëj gjithçka të mundshme që varet nga unë. Ti e bën të tingëlloj kaq e lehtë kjo që thua, që unë e kisha vendosur dhe kështu do ndodhte. Por në të vërtetë ka shumë sfida kur vjen këtu në moshë të re, emigracion në një Amerikë të ndryshme në atë kohë, tani besoj që jetojmë absolutisht në kohra të tjera. A ka qenë e vështirë? Ka pas një moment që ke thënë ndoshta nuk do e dal? Jo sepse kam ndonjë mendje masi jashtëzakonshme ose po thjesht e motivuar me nuk e kam atë opsion. Më lër të ndaj një histori, mbasi mbarova shkollën e lartë, punova në Wall Street gjatë vitit 2000 deri në 2003. Dhe ajo ishte periudha që shpikja e internetit dhe gjithë ato kompanitë .com që i themi ne në anglisht, disa patën sukses, shumë prej tyre dështuan. Dhe unë isha në një pjesë bankare të beres së shitjeve, mergers and acquisitions, dhe ku shkuam grupi bankierëve nga 600 veta në 100, në një periudhë për një vit e gjysmë. Dhe imagjinon, nëse dikush hiqej si bankier nga puna, dikush normal i lindur këtu, vazhdonte dhe fillonte kërkonte për një punë të re, ndonse në ambient të vështirë ekonomik. Nëse hiqesha unë, kisha 60 ditë për të lënë Amerikën, për të qëndruar brenda statusit. Ishin presione krejt të tjera. Atëherë çfarë bën në çdo moment, sigurohesh që ti nuk je në radhën ose në rrjeshtin për të hequr, po mbije, gjatë gjithë kohës mbije për ta bërë dështimin të pamundshëm. Interesante, dhe më duket se kjo filozofi për excellence në një farë mënyre që të jesh brillante në të gjitha të kanë ndjekur dhe në punën që bën tani, sepse po vëreja një nga fjalimet e tua dhe thoje që ti kërkonte sipërmarrësit një shkëlqim në ekzekutim, kështu arrita ta përktheja pak a shumë. Por në të vërtetë në ato zyrat tuaja ku mbyllen këto marrëveshjet disa milion dollarëshe, si e dallon ti një themelues, një sipërmarrës që ka vërtet brumin për të bërë lider dhe nuk ka thjesht një ide të bukur të cilën pastaj nuk e konkretizon dot. Ku e bën ti dallimin? Mundesh ta bësh? Kjo është pyetja disa milion dollarëshe për të përdorur të njëjtën analogji, sepse shumë herë kur flitet për inovacion, dhe sidomos për industrinë kur jam unë, ku financoj kompani të sapo formuara siç ta diu në fushën e inteligjencës artificiale dhe sigurisë së internetit dhe mëtej, gjithmonë thuhet dikush pati këtë ide. Në fakt ne të gjithë kemi 10 ide në ditë. Diferenca nuk është kush pati idenë, diferenca është kush që në gjendje ta marrë atë ide dhe ta transformojë në ekzekutim. Kush mori një shpikje që bëri diku në MIT, në Harvard apo diku tjetër si pjesë të një pune laboratori të themi në anën e inteligjencës artificiale dhe ta kthej atë në diçka që mund të komercializohet, mund të kthehet në biznes, që mund të zgjidhë problemet e biznesit. Dikush që është në gjendje të marrë në punë kokën e shitjeve, drejtuesin e financës, drejtuesin e kthimit të teknologjisë në produkt, se teknologjia është diçka, ta bësh atë në produkt të konsumueshëm nga gjithë përdoruesit është diçka krejt tjetër. Ai element është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është diferenca mes themeluesve dhe sipërmarrësve që kanë sukses dhe atyre që nuk kanë. Për të përgjigjur pyetjes së dytë, ose pjesës së dytë të pyetjes në lidhje me si dalloj, është e vështirë. Nëse i dallonim të gjithë 100%, nuk do kishim humbje. Kështu që po çfarë disa nga sinjalet më të hershme janë nga takimi në takim, për shembull, thonë që do bëjnë A dhe në fakt kanë bërë A+B, ose ajo vazhdimësia të qenurit konsistent në arritjet e tyre, kur përplasen me vështirësi të mos thonë thjesht s'ka gjë se do ja kaloj ose të trëmben, po në fakt të kuptojmë pse, të jetë dështimi i vogël, sepse mbas dështimit të vogël vjen sukses të mëdha, kështu që shoh për ato lloj sinjalesh. Ti ke dashur në 2 dekada më ke parë me mira prezantime apo ide sipërmarrëse që vinë përpara teje dhe kërkojnë financim për idenë. Çfarë i bën sytë tu të shkëlqejnë gjatë një prezantimi? Edhe surprizohesh ende apo vështirë të surprizohesh ty me idera? Surprizohem ka shumë shpesh
takime ku hyn ai takim në një farë mënyre me pak protestë në sensin që prap një gjë të tillë do shohim çfarë ku të kenë një ide tjetër, edhe mund të jetë e njëjta ide sapo prezantuar nga dikush tjetër, po personi që vjen ka diçka, ka një brum tjetër, siç themi ne në shqip, atë jo thjesht vizionin, po edhe planin dhe si do ta bëj, kështu që vazhdoj të surprizohem. Gjithashtu surprizohem nga aftësia e njerëzve për kreativitet, sidomos tani kur në temën e inteligjencës artificiale shohim automatizimin e shumë funksioneve që bëhen nga njerëz normal, profesionist, në fakt njerëz me arsim, jo thjesht dikush që punon në një fabrikë të themi, ky preokupimi ekziston se çfarë do të jetë ardhmja e mjekëve, çfarë do të jetë ardhmja e investitorëve, si do të jetë ardhmja e avokatëve e kështu me radhë. Dhe mua gjithmonë kur shoh këta, sidomos shumica janë të rinj që vazhdojnë dhe kanë ide dhe janë aq kreativ, më jep shpresë që në fakt çfarë po bëjmë është të gjithë punët mondane po ja shtym anës kompjuterike dhe neve po lirojmë njerëzit dhe njerëzimin për të bërë punë më kreative dhe më me vlerë të shtuar. Që në atë sens jam shumë optimiste. Dhe do të të pyes pak këtu, çfarë të entuziazmon më shumë në këtë fazë ku jemi të avancimit të inteligjencës artificiale dhe çfarë të lë pa gjumë natën? A ka vend që të kemi ankth nga këto zhvillime teknologjike? Çdo monedhë ka dy anë. Atëherë çfarë më jep shpresë është kjo që thash që po kemi mundësinë për ta kaluar njerëzimin në një nivel krejt më të lartë, ku njerëzit e profesionistët nuk kanë nevojë më të preokupohen të shtojnë numrat në Excel, ato bëhen automatikisht, ata bëhen më tepër përkthyes, interpretues të dhënave dhe të rezultateve dhe aplikojnë aftësitë e tyre shumë larg se çdo t'i bënin me humbjen e kohës që mund të hante një apo dy ditë thjesht të ndërtojë një model Exceli të themi ose të bëjë një prezantim. Kështu që në atë sens i hap njerëzimit mundësinë për të punuar ndryshe, për të operuar ndryshe. Gjithashtu do të krijoj shumë mundësi punësimi të reja, profesione që ne ende nuk i kemi të imagjinuar, ndërkohë që do të transferoj ose do të transformoj më saktë profesione siç i njohim ne sot. Çfarë më preokupon janë disa gjëra. Një, inteligjenca artificiale ndonse e emëruar kështu nuk është në fakt inteligjente, për shembull nuk ka ende aftësinë për të arsyetuar. Për të gjithë që përdorin ChatGPT-n apo Claude, nëse vën një pyetje dhe marrin një pyetje të logjikshme, tendenca është të thuash, wow, shifra se bëri një shaka, është inteligjente, po në fakt është thjesht një parashikim sekuencial i fjalëve që duhet të vinë pas një logjik prapa. Dhe shi dhe zemër kur dërgojnë ndonjëherë? Po, shi dhe zemër. Atë kanë të programuar më përpara. Ka të bëjë me të programuar. Nuk, domethënë për të tentuar të shpjeguar pak teknologjinë në shqip, me aftësitë mia të limituara tashmë në shqip. Jo, po një punë të mrekullueshme. Shqipja jote është më e mirë se imja, që ti ke disa vite. Më lejoni ta shpjegoj pak si funksionon, po do ta bëj fare të thjeshtë, kështu që ata që janë teknologjistë mos më gjykojnë, lutem shumë keq, por çfarë kanë bërë këta që quhen large language models, modelet e mëdha të gjuhës, është që është një arkitekturë teknologjie që quhen transformatorët dhe janë nëse kemi për matematikë për te integraleve që janë vektorët, është tamam matematika e vektorëve. Dhe çfarë bëjnë ata është, imagjino një arkitekturë dhe një model i cili është trajnuar mbi gjithë të dhënat e internetit. Dhe në bazë të këtyre të dhënave, kur unë i bëj një pyetje, nuk është se kupton për shembull i them kush është Ilva Tare. Nuk është se kupton që Ilva dhe Tare janë emër dhe mbiemër. Çfarë bën, shkon në gjithë korpusin e të dhënave dhe dhe përdor arkitekturën dhe thot sa shpesh i kam parë këto dy fjalë me njëra tjetrën, dhe kur i shoh kaq shpesh çfarë do të thotë. Dhe kur i shoh kaq shpesh të dyja me fjalën kush, zakonisht përgjigjja është diçka biografike, megjithëse se kuptoj çfarë do të thotë biografike, ja ku është e dhëna dhe ta jep. Që në asnjë moment nuk pati logjik. Çfarë bëri është dha fjalës Ilva një vlerë numerike, i dha mbiemrit, megjithëse nuk e kupton që është mbiemri Tare, një vlerë numerike, dhe në bazë të probabilitetit tha
kur fjala kusht e cila ka një vlerë numerike gjithashtu është me ilva detare, cili është probabiliteti çfarë përgjigjeje duhet të japun. Dhe ta jep. As nuk e kam të voglën ide që u krijua një shkëmbim informacioni dhe çfarë do të thotë në thelba e informacion. E ndaj këtë sepse tendenca është gjithmonë t'i japim për masa njerëzore, sidomos për të rinj, unë shoh me vajzën time, inteligjencës artificiale. Por do është e rëndësishme ta kuptojmë që nuk e ka këtë aftësi, sepse kur e shohim anën negative, nuk mund të presim në logjikimin e inteligjencës artificiale, të paktën në këtë pjesë të pjekurisë inteligjencë të teknologjisë, pa pasur njerëz në proces, pa pasur atë auditimin human të rezultateve që marrim, sepse disa nga rezultatet janë të vetë krijuara, të shpikura, që është shumë e rëndësishme kur bën prompt, siç thuhet, kur kërkon informacion të përkosh faqe dhe burimet nga vjen informacioni që po të jepet. Së dyti ka probleme, për shembull, në qoftë se je duke dhënë ose marrë me një nga modelet dhe vazhdon i bën pyetje të ndryshme dhe mundohesh ta filtrosh më tepër, ta saktësosh më tepër pyetjen, ata nuk janë në gjendje të mbajnë kontekstin e përgjigjes origjinale. Sado tokës që janë njësitë të cilat përdoret, mund të përdorësh dhe të marrësh informacionin, sado njësi të përdorësh nuk janë në gjendje të mbajnë kontekstin, mbas një vike të caktuar e humbin atë. Ajo është problematike. Atëherë çfarë ndodh? Kanë dalë teknologji të reja, sapo ka dalë diçka që quhet recursive language models ose modelet e gjuhëve recursive që i vetë kthehen vetes së tyre, që thonë bëra këtë vendim, po pse? Dhe i rikthehet për kontekst. Korrigjohen në një farë mënyresh. Analizojnë veta. Vetë analizohen, se nga njëherë nuk ka nevojë të korrigjohen, por vetë analizohen. Edhe ato në vetvete nuk kanë logjik të plot, por megjithatë shohim vazhdimisht avancime. Kështu që ajo më shqetëson. Më shqetëson fakti që është shumë kollaj për ta manipuluar këtë lloj teknologjie dhe të shkruash dhe të publikosh gjëra për njerëz të cilat janë krejt të pavërteta nga tekst në imazhe dhe në video. Kush është më tashmë mbajtësi të vërtetës dhe çfarë është e vërteta dhe fakti. Pyetje më filozofike kjo se kjo qëllimi i këtij podcasti, po diçka e rëndësishme. Gjëja tjetër është për sulmet kibernetike, sepse inteligjenca artificiale e bën sipërfaqen digjitale akoma më të madhe. Më shumë data gjenerohet dhe në atë sens ajo e bën edhe sipërfaqen e individit në atë aspektin digjital ose të një ndërmarrje ose firme gjithashtu më të madhe dhe më vulnerabël. Kështu që sa më shumë e adoptojmë inteligjencën artificiale për produktivitet, aq më tepër e përdorim atë edhe për të siguruar, sepse janë sulmet kibernetike që ndodhin dhe ke nevojë për mbrojtje. Faleminderit shumë Nudina që po përpiqesh ta zbërthesh edhe me shembuj konkret dhe të drejtë për drejtë. Do t'jap unë tani një shembull nga i cili kam frikë, kam ankth, me thënë të drejtën. Flitet që së shpejti do t'jenë robotët që mund të kryejnë dhe operacionet të ndryshme kirurgjikale. Unë personalisht, ndoshta ç'është e brezi i hyni, unë do të kisha frikë të hyja në një sallë operacioni ta dija që do më operonte një robot, në kushtet kur dikush mund të haki sistemin dhe nuk e di se çfarë komande i jep, apo në kushtet kur nuk kam atë besimin që kam tek një njeri që e shoh përballë dhe e di që ky është doktori. A e shet ti këtë të rrezikshme në një moment kur do të shkojmë te ky nivel automatizimi, apo mendoj që gjërat deri atëherë do kenë marrë më shumë përgjigje edhe për nga niveli i sigurisë? Jo, më lejoni t'jap një pyetje dy pjesëshe. Një, ky rrezik ka ekzistuar sa hera, ndoshta jo në aspektin e një operacioni, por për të gjithë njerëzit që për shembull janë diabetik dhe kanë aparatin e diabetit në trupin e tyre, ata janë krejt të pambrojtur, kështu që nëse neve kishim një qëllim të keq për ta vrarë dikë, thjesht ndërhynim në pacemaker, në mënyrë s'kishim nevojë as të ishim pranë, komplet në mënyrë digjitale ose në aparatin e diabetit për të dhënë doza më të larta ose më të ulta se ç'duhet. E them këtë për të thënë që ky nuk është problem krejt i ri, ndoshta ndonse ka përmasa shumë më të mëdha tani, por është një problem që ka ekzistuar në vite dhe ka solucione sigurie kibernetike që ndihmojnë për këtë. E dyta, për sisteme kur
aspekti shëndetësor i njerëzve, i njerëzimit është i rregulluar, është i moderuar ka ligje, nuk është se dikush do të lejojë që të vi një robot të bëjë operacion me zemër të hapur pas të ndërhyrje. Në fakt, edhe po të donim sot të kishim, jemi ndoshta dekada larg që ajo të realizohet. Çfarë mund të shoh është që ndodh sot në aspektin e robotëve, dhe robotët dhe inteligjenca artificiale nuk janë e njëjta gjë. Roboti është në një farë mënyrë ne i themi një tenxhere me që lëviz, sepse nuk ka shumë inteligjencë në vetvete, është pjesa e software-it që i jep inteligjencën. Po ne sot, edhe në Amerikë dhe në vende të tjera të zhvilluara, nëse shohim një krah robotik që lëviz siç duhet, konsiderohet arritje. Kështu që e ndaj këtë për të bërë pikën që nuk jemi aq afër asaj ideje. Arun e Teslës e Optimus, robotet që ishte neni, babysitter, pastronte shtëpinë, gatuante, jemi larg nga ajo. Kemi ende kohë. Ku i shohim më shumë interesante, një në aspektin shëndetësor është marrëdhënia njeri-robot, që po bëhet gjithmonë më e afërt. E shohim në makinat si Waymo, në makinat që i japin vetdënëse, nuk e di, për shofer, ku mosha ime janë të tmerruar kur hyn çdo herë, pavarësisht sa herë që hyn, dhe vajza ime është e lumturuar. Dhe 12 vjeçare thotë, unë të dua kaq shumë, pavarësisht që i thua është iPad me rrota, është e lumturuar mbasi, domethënë që ka një ndarje të madhe brezash, dhe pastaj e shohim në gjëra më specifike, për shembull, iRobot për vite ka pasur makineri që të lajnë qimentot ose të vakumosen. Funksionon, bëjnë gjithë hartën e ambientit të shtëpisë vet, dhe ti vë ikën, ai vakumos dhe kthesh e gjen gati. Po arsyeja pse janë në gjendje ta bëjnë në këtë kohë, në këtë pjesë të pjekurisë së teknologjisë, është sepse është një shumë specifike. Sa më i ngushtë diapazoni i çfarë i kërkohet robotit të bëj, aq më i lartë saktësia në arritjen që bën. Okej. Unë po shijoj çfarë thua ti dhe po dal nga rrjedha e pyetjeve që kisha menduar, po dua të mbetem kthejmë pak tek chatet që ti përmende ChatGPT-n ose ndoshta Claude apo ka shumë të tjerë. Mendon që do vinë një pikë që do bashkohen dhe do bashkohen dhe forcat ndoshta edhe përdoruesit në dy apo tre, apo do vazhdojnë të shtohen të tjerë, të cilët në një farë mënyrë ofrojnë shërbime të ndryshme për kategori të ndryshme. Për kategori të ndryshme, do jetë interesante se do vijoj. Nëse unë bëj një parashikim, mendoj që nuk do të jetë një, po nuk do të jenë shumë. Të paktën në nivelin e themelor të software-it të inteligjencës artificiale. Do me thënë, nëse sheh Nvidia-n që janë pjesa fizike, chips edhe të tjera që janë gjysmë përcjellësave, si për tyre ka modelet themelore siç është OpenAI, ChatGPT është aplikimi, siç është Anthropic, siç janë të tjerat, Mistral, etj. Këto mendoj që do t'jenë disa, jo një, po disa, po jo shumë. Në fakt në anglisht është një shprehje që thotë fituesi merr shumicën, nuk është fituesi merr gjithçka, so not a winner take all, winners take most. Fituesit marrin shumicën. Dhe arsyeja pse është sepse këto janë teknologji që kanë kërkime të jashtëzakonshme në konsumin e kapitalit, sepse ju duhet fuqia e procesuese. Dhe natyrshëm mund t'i financojnë vetëm ose firma që janë jashtëzakonisht të mëdha, siç është Google, siç është Microsoft e tjera, ose kompani që kanë ngritur aq shumë kapital, siç është OpenAI dhe jo shumë larg e vijuar nga Anthropic, ku kapitali, si të thuash, është dytësor dhe e kanë gati pa limit. Asgjë nuk është pa limit, po gati pa limit. Dhe arsyeja pse ju duhet kaq shumë atyre është sepse duhet të procesojnë gjithë të dhënat e webit, gjithë të dhënat e internetit. Dhe ajo kërkon fuqi procesimi dhe si rjedhoi kërkon kapital. Fuqi për plotësimin e database-it edhe të këtu është ai problemi që Computational power. Që shumë energji apo janë të ajo është eksaktësisht, domethënë që kërkohet dhe për këtë duhet të ngresh ato qendrat e të dhënave, data centers, qendrat e të dhënave kërkojnë shumë energji dhe
pa devijuar nga thelbi i pyetjes, në fakt është kthyer në temë politike sepse në zona të caktuara ku janë ngritur data centers, ku janë ngritur qendrat e të dhënave, kosto e elektricitetit është ngritur dhe është bërë gati temë politike që ka filluar të nxjerrë pa kokën në zgjedhjet e ardhshme në nëntor. E lëm atë mënjan për t'ju kthyer pyetjes. Këto atëre në bazë do janë disa. Si për tyre në nivelin e aplikimit, middleware dhe aplikimit, do kenë shumë kompani, sepse shumë prej tyre do shkojnë në formën vertikale, për shembull dikush që të ndihmon të përmbushësh recetën nga momenti që shkruan doktori në momentin që e ke në dorë të mbuluar nga asiguracioni dhe sistemi kompleks që ka Amerika dhe vende të tjera. Dikush që të jep të saktë të dhëna se si mund po të jesh për shembull një firmë, nuk e di Zara ose diçka e tillë, si di ti që mallrat që janë nga Kina dhe do të vinë drejt Europës ose drejt Amerikës, arrin në kohë, me çfarë kostoje dhe me cilin mjet zakonisht ujor do dërgohen. Si merr ato të dhëna në kohë reale, s'ka ekzistuar, tani ekzistojnë. Pra ka gjëra të kësaj natyre që janë mundsi disa miliardçe në po të ngrihen dhe të arrin sukses, po në të njëjtën kohë janë vertikale mjaftueshëm ose të limituara mjaftueshëm që një Gemini me Google ose OpenAI ose Microsoft ose dikush tjetër nuk i ndjek, sepse po të ndjekin i bie të konkurrojnë me klientët e tyre dhe kanë konflikt biznesi. Së fundmi po shohim një ndarje me OpenAI dhe ChatGPT më të fokusuar në modelin e konsumator, dhe që do thotë që po shkon të bëj konkurrencë direkte me Google nëpërmjet Gemini të Google-it dhe diçka më të fokusuar për biznesin, ajo që përbën Anthropic me Claude. Dhe Claude ka bërë ca tentativa në anën e biznesit, jo thjesht që të jetë më specializuar për të, po edhe të krijojë disa hapësira, për shembull Claude financa ose Claude për shëndetësinë, që të ketë akoma më adoptim. Ato që tani kanë nga një tarifë mujore apo vjetore, varet se si janë proceset, mendoj që do të rriten, do të jetë dhe më i kushtueshëm në të ardhmen me përmirësimin e tyre? Nuk mendoj, modeli i biznesit është akoma duke u qartësuar. Po të vësh re një shembull i tillë ka qenë kur doli Cloud, që quhet reja, ku që ishte Amazoni, që ishte Microsofti, Google-i. Atje çfarë filluan në fillim e paguan çfarë konsumon, pastaj që vetë këto krijuesit e kësaj hapësire për cloud, të kishin parashikim në të ardhurat e tyre, ata thoshin po të konsumosh nga kaq, paguan kaq. Po të konsumosh nga CND, paguan kaq. Domethënë krijuan këto klapat si të thuash të konsumimit. Në këtë me kompanitë e inteligjencës artificiale po shohim diçka tjetër. Po shohim një pagesë fikse në bazë të numrit të përdoruesve dhe pastaj një pagesë totalisht të variushme, të ndryshueshme në bazë të konsumit direkt, jo e vënë me përmasa. Kjo është e re dhe nuk e di se sa do të zgjasë. Nëse është e saktë me kalimin e kohës, ndërkohë që modelet bëhen gjithmonë më të mira, ajo kosto duhet të vijë dhe të ulet. Me kalimin e kohës, nëse konkurenca është e fortë mjaftueshëm. Për momentin është shumë e lehtë të harxhosh disa qindra dollar brenda një ore, sepse po përdor këto njësi që quhen tokens për të bërë promptet dhe për të marrë rezultatet që po kërkon. Që mendoj që modeli i biznesit është ende i paqartë. Edhe shpike të reja në anën e quantumit, sepse gjithçka është në aspektin e procesimit kompjuterik siç e kemi ditur në dekada. Nëse quantum vërtet fillon të afrohet siç po shohim ca elemente të hershme, atëherë gjithçka ndryshon në këtë ekuacion. Pyetje. Sërish. Lexova teksta dhe përgatitesha për bisedën tonë që kompanitë e inteligjencës artificiale po kërkojnë gjithnjë më shumë ekspert nga shkencat humane. Humanities ishin degët që po kërkojnë më shumë. Pra histori, art, gjuhësi, filozofi. Ka një shpjegim për këtë? Duan që të japin një natyrë më humane atyre kalkulimeve kompjuterike që ti the në fillim? Jo, nuk mendoj që është ajo, mund të jem gabim. Hipoteza ime është që kërkojnë njerëz që dinë të kenë një përpamje të plotë, dinë të mendojnë jashtë për kufizimeve
artificiale që ekzistojnë. Nëse merr dikuj që ka studiuar vetëm financë, ata kanë ato aftësitë e financës, X% të cilave janë të automatizuara në kompjuteri. Dhe domethënë është ajo ripërsëritja ajo të mësuarit ose aftësitë pak të limituara. Çfarë kërkojnë është njerëz që mendojnë ndryshe, që nuk kanë frikë të dalin nga vijat dhe të thonë, hey, se është bërë kjo kështu, nuk do të thotë që duhet bërë kështu në të ardhmen. Dhe zakonisht humanities ose degët humane dhe liberal arts, kolegjet, e kanë shumë më shumë atë frymë. Unë gjithmonë, edhe po të lëm inteligjencën artificiale më njanë, kur marr njerëz në punë, preferoj shumë dikë që për shembull mund të ketë studiuar fizik dhe ka bërë një master në filozofi ose diçka tjetër, sesa dikë që ka bërë shkenca kompjuterike gjatë gjithë kohës. Sepse sidomos në këtë periudhë që po hyjmë, aftësia për të koduar është më pak e nevojshme dhe shumë aftësia për të menduar, për të analizuar, për të parë gjërat me këndvështrim të ndryshëm. Këtë do të të pyesja, cilët janë profesionet ku duhet të orientojmë fëmijët tanë, më aq sa fuqi do të kemi të orientojmë, se besoj se ato do të bëjnë zgjedhjet e tyre. Po para disa vitesh duke sigur kodimi ishte ardhmja. Sot që flasim, çdo gjë mund ta bësh me paktën një pjesë madhe mund ta bësh me chat dhe me inteligjencë artificiale. Kush do të jenë profesion, cilat do të jenë profesionet që do duhet brezat e rinj të investohen? Unë sërish nuk di të them sepse në një farë mënyre ende nuk e dim cilat do të jenë profesionet e të ardhmes. Çfarë mund të them është që çfarëdo qofshin ato do të jenë shumë më shumë të ndryshme se sa çfarë i shohim sot. Në qoftë se dikush do të studion mjekësinë, nuk jam e sigurt që mjeku, të paktën për diagnostikim, nuk jam e sigurt që mjeku ose mjekja me flokët e bardhë do të jetë më i miri ose më e mira, sepse në një bashkëpunim me inteligjencën artificiale, diagnostikimi mund të jetë shumë më i saktë nga një mjek që di të interpretojë rezultatet e teknologjike që t'i jep inteligjenca artificiale. Kështu që ajo në vetvete aty të thotë për shembull që ky funksion do të ndryshojë. Sërish mendoj që duhet një bazament që të dinë të mendojnë ndryshe dhe të dinë të mos të ndihen të kufizuar nga realiteti për të cilës janë ekspozuar, po qielli është limiti mëndsi, dhe përveç tyre që të jenë shumë të adoptuar me këto mjete të inteligjencës artificiale që kanë, për të cilat kanë akses, në një formë të rregulluar, sepse sidomos po të jenë më të rinj se 16 vjeç ka lloj problemesh të tjera për një gjenerat, më thënë në një farë mënyre telefonat dhe media digjitale kanë ngritur një gjenerat plot ankth. Me inteligjencën artificiale, sidomos duke pasur parasysh sa e fortë është fuqinë që ka për impakt, na duan që të jenë fëmijë të edukuar, që të dinë të edukuar jo të sillen mirë për të arsimuar, që të dinë të përdorojnë këto teknologji dhe të dinë të përdorojnë këto teknologji për mirë, plus të sjellin atë aspektin e tyre të veçantë të menduarit ndryshe. Në cilën shkollë pozicionohesh ti të mendimit tek ata që mendojnë që duhet të ketë rregullim të fortë institucional të zhvillimeve teknologjike që po flasim, apo më pak rregullim? Unë mendoj që duhet ketë rregullim. Nuk e di sa i fortë dhe çfarë do të thotë i fortë në rastin konkret, por mendoj që duhet ketë një rregullim dhe mendoj që rregullim në fakt kemi precedent shumë të volitshëm të rregullimi që shohim në fushën e shëndetësisë, në fushën e financave dhe në fushën e ligjit. Pra, mund të ndjekim ato industritë ndryshme dhe çfarë ligjesh ekzistojnë dhe çfarë rregullimi ekziston në ato dhe t'i sjellim në kohërat moderne. Problemi që kemi pasur gjithmonë në lidhjen me aspektet e rregullit ose rregullimit dhe të teknologjisë është që rregullimi është një mendim i vonshëm, janë bërë dëmet dhe pastaj zgjohen ligjbërësit për të bërë diçka në formë reagimi. Mendoj që duhet të jetë diçka shumë më proaktive, sepse për mirë ose për keq, teknologjia në vetvete nuk është as e mirë as e keqe. Teknologjia në vetvete është teknologji dhe me inteligjencën artificiale kemi të bëjmë me një teknologji shumë të fuqishme. Ajo mund të përdoret për mirë, ajo mund të përdoret për keq. A i frenon inovacionin në rregullimi? Në një farë mënyre po, por jo më shumë se sa e ka frenuar ose më pak se sa e ka frenuar, kur kemi pasur rregullim në fushat e shëndetësisë, shpikjes së ilaçeve,
e tjerë. Nuk mendoj që po promovoj idenë e një rregullimi frymëmarrës, po promovoj idenë e fëmijët duhet mbrojtur, duhet pasur disa vija të kuqe që nuk kalohen, duhet të dimë të edukohem të gjithë në kush janë limitet e teknologjisë, e kësaj teknologjie, kush është e mirë, kush është e keqe, dhe në mënyrë proaktive gjithashtu të mbrojmë të dhënat. Ne me daljen e internetit dhe vijuar akoma më shumë me telefonat që kemi në përduar, praktikisht ne kemi superkompjuter në përduar në fuqinë e procesimit që kanë, neve kemi dhënë të dhënat pas një formë shpërblimi dhe gjithçka, domethënë privatësia jonë është diçka e dhënë pa lekë, e dhënë lirshëm. Ajo me kalimin e kohës do të bëhet problematike sepse çdo gjë, sidomos ku të dalin agjentët e inteligjencës artificiale që kanë filluar, çdo gjë do të jetë e lidhur dhe domethënë është shumë e lehtë për të pasur për shembull një shtet mbikëqyrës dhe posedues ku individi i humbë. Kështu që duhet të jemi më larg pamës në këtë aspekt, mendoj. Po mendoj e pasojat e këtyre që thua. Beson ti tek asistenti artificial që po fillon tashmë po updatohet, po gjej disa raste? Vetëm. Si sa Unë e përdor të gjithkohës, në fakt, unë kam një shef të skuadrës, shef të stafit, nuk e di si i themi, që është njeri edhe gjithmonë jemi duke kërkuar se si të automatizojmë aspektet të punës së tij dhe aspektet të punës time që ne të bëjmë gjërat në nivel më të lartë. Pra nuk e shoh edhe firmën time për shembull, jam tmerrsisht e preokupuar dhe e fokusuar të automatizoj sa më shumë ato workflows, vijat e ndryshme të punës, sepse sërish nëse më hante 3 ditë ose dikush në skuadër jante 3 ditë të bënte projektin A, tani i ha 1 orë. Ato 2 ditë e 7 orë të tjera mund t'i përdorë të punës ose biznesit, mund t'i përdori për diçka më shumë, diçka më ndryshe, diçka më produktive. Dhe kjo do të ndodhi, kështu që ose e ndërpresim veten duke përdorur teknologjinë për të inovuar ose do na mbi inovoj dikush tjetër dhe ngelemi mbrapa. ti ke kontribuar një herë, u ktheve një herë në Shqipëri. Mendon që është koha të ndihmosh prapë tani në kohën kur kemi në një revolucion teknologjik, ose si e sheh rolin e diasporës që është kaq i integruar si në rastin tënd për shembull, në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të bërë diçka për Shqipërinë, po edhe për Ballkanin ndoshta. Nëse flitet për të kthyer në Shqipëri, përgjigjja është jo. Nëse flitet për mënyra të tjera, për shembull, vëre ka shumë shqiptar të gjeneratës ose shqiptar të ardhur direkt nga Shqipëria ose gjenerata e parë shqiptare amerikane që janë në teknologji. Djem dhe vajza të reja, unë frymëzohem nga ata, domethënë shef se si kanë ndryshuar jetët e tjerëve dhe si kombësia jonë vazhdon të ecë si përpara. Nëse domethënë ekstrem mundësi për të ndihmuar sigurisht, po në aspektin e biznesit tregu shqiptar dhe Ballkani është tmerrsisht i vogël, mua s'më bie rada, nëse një kompani ku kam investuar Me radhë ishte a do investoje në një biznes shqiptar, në një startup shqiptar. Dhe unë kam një përgjigje shumë të saktë politike që nuk mendoj që do kem probleme që mandati investitorëve më lejon të investoj vetëm në Amerikën Veriore dhe në Europë dhe Azi. Europën e zhvilluar dhe Azi. Ndaj me mandat në menaxhimin e 100 milionëve që më jam mirë besuar për të investuar, unë nuk mund të shlihem më tej. Dhe nëse do të ishte rasti për Shqipërinë, meqense po flasim edhe për Ballkanin, ti kryesisht investon në startupe dhe në ide që kushtojnë shumë, janë për një treg më të madh, apo nuk do të thotë ideja mund të lindi edhe në Ballkan? Ideja mund të lindi gjithandeja, çfarë parametrash kam unë për investim është një, unë kam tendencën të jem investitori i parë ose investitorja në rastin tim e parë në atë kompani kur ngren fonde të jashtme, zakonisht për një oportunitet që ka mundësinë të jetë disa miliarda dollar në shitje, sepse për të kthyer në rreth të plot ku e nisëm bisedën, shanset që shumë prej tyre të dështojnë janë të larta, sepse është sërish aset me shumë rrezik, por ama ato kompani që kanë sukses, kanë aq shumë sukses sa ato të tjera e portofolit që ndështojnë, kompanitë e tjera janë fare parancin në fund të ditës. Për të pasur këto, ato duhet shkojnë dhe të përndjekin tregje jashtëzakonisht të mëdha, me shifra të mëdha dhe me arritje të shpejtë. Kjo është keni prezencë nuk në Ballkan nuk ka. Ballkani do ishte fare i vogël, domethënë si do funksiononte në Ballkan,
do t'ishte, për shembull kam pasur një kompani në Sloveni, Seltra quhej, isha investitore me ata për 10 vite derisa patëm një shitje shumë të suksesshme të tyre. Ata kishin skuadrën e kodimit, inxhinierët kompjuterik në Sloveni, në Ljubljana, dhe gjithë biznesin e kishin në Boston, në New York dhe në Palo Alto. Pra, këto konfigurime të tilla janë shumë të mundshme se sa të shkosh të investosh në një kompani që i shërben tregut lokal të Ballkanit. Ke dëgjuar për ministren e parë digjitale në botë? Doli nga Shqipëria, një vend i vogël, mori dhe vëmendjen ndërkombëtare. Eric Schmidt, former Google, bëri gjithashtu një editorial ku fliste për rrezikun që mund sjell një ministri e lënë në duar të një eksperti digital i cili sidomos në fakt mënyra se si është ideuar është që do të vlerësoj ofertat që vijnë për fundet publike, për prokurimet publike. Dhe Eric Schmidt përmend edhe termin algokracisë, si vendet mund të rrezikojnë të hynë në këtë spiralin e një algokracie që pastaj mund të sjellë probleme të tjera për demokracinë e tjera me radhë. Ti vetë ke një qëndrim për këtë? Dy gjëra, një, Eric Schmidt në fakt është investitor aktiv, ne madje ka 2 firma të ndryshme që bën venture capital të njëjtën gjë dhe me njërin prej tyre jemi bashkë investues, pra është në të njëjtën fushë, vazhdon të jetë i angazhuar. Unë nuk e di të gënjej të them që kam lexuar artikullin, kështu që nuk mund të e shohim mbi çfarë ka thënë ai pa e lexuar. Çfarë mund të them është që disa gjëra mund të bëhen shumë të lehta nëpërmjet inteligjencës artificiale. Për shembull, çdo lloj dhënie dhe marrje, çdo lloj komunikimi që një individ ka me sistemet kompjuterike, për shembull për prokurimin ose siç i përmendët ju, ose marrjen e një dokumenti, nuk ka nevojë më të jetë shtyp e vështirë, do të jenë kaq të ngurta. Çfarë bën me këto modelet e mëdha të gjuhës është që mund të kesh një komunikim që është shumë i ngjashëm human. Rreziku me atë është që gjithmonë të duhet të kesh njeriu në atë ciklin e aprovimit të vlerësimit për të gjithë arsyet që ne diskutuam, nga modelet nuk kanë logjik tek shpeshherë shpikim gjëra që nuk ekzistojnë, është ende shumë e papjekur për të thënë dhe ky sistem autonom. Në fakt, në asnjë vend, në asnjë firmë, në asnjë vend nuk flasim, megjithëse përdorin termin e autonomisë, në fakt nuk ka asgjë autonome reale, është gjithmonë anglisht shpreha human in the loop, që unë po e përkthej jo shumë saktë, po njeriu është pjesë i procesit. Rugjina, mendon se mendoj ti mendon se na ka stresuar më shumë përdorimi i inteligjencës artificiale dhe këtyre chateve apo na ka bërë më të lumtur? Apo kjo s'varet nga chatët? Në një farë mënyre e di çfarë punon gjithë jetën për të arritur larg, kështu që të mund të dalim në pension më të qetë. Nganjëherë thua ai që peshkon atje shet peshku dhe ka një jetë shumë të thjeshtë, ndoshta ka diçka për tu admiruar dhe ndoshta xhelozuar, po nuk e di, në anglisht thuhet fusha në anën tjetër duket gjithmonë më e gjelbër. Realiteti është që varet nga kultura. Për shembull në Amerikë kultura e punës është merr intensive, konkurrenca është merr intensive, shpeshherë të ndihet që jeton për të punuar dhe nuk punon për të jetuar. Kështu që më tepër se si na ka bërë teknologjia është çfarë mundësi kemi ne dhe kulturat e vendeve të ndryshme për qasjen që kanë ndaj jetës. Unë flas për veten që më duhet të bëj përpjekje të jashtëzakonshme, t'i jap vetes kohë jashtë vorbullës, sepse inovacioni nuk e di që është ora 1 mëngjesi dhe telefoni bie dhe ti e ngre, dhe në atë sens, ose problemet me kompanitë ose gjithçka, dhe në atë sens nuk mendoj që jam tërësisht e suksesshme, mendoj që është gjithkohës një luftë balancash, ku jap paqe vetes ose ku gjej paqe për veten, është që nuk sakrifikoj kur vajzën dhe bashkëshorten e familjen time për këtë. Do të thonë ata vijnë gjithmonë të parët dhe
profesioni im dhe ndërmarrja ime janë të dyta, po janë një e dytë shumë e afërt me të parën. Të merrni më të mirën e këtyre risive teknologjike, ti bëjmë pjesë si edhe son për të na ndihmuar, por jo për të na komanduar, shpresoj. Të falenderoj shumë që patë kohën, dëshirën dhe mundësinë të flisje me Ylva Talks dhe audiencën. Faleminderit Ilva.